Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Djali nuk më donte në dasmën e tij dhe unë hyra si lupse. Nuk e kisha menduar kur se do të vinte një ditë ku do të më duhej të hyja fshehurazi në dasmën e djalit tim. Jo sepse doja të bëja diçka të keqe, por sepse nuk më donin aty. Kur më tha që nuk do të isha e ftuar, nuk bërtita. Nuk qava para tij, vetëm e dëgjova. Më tha se ishte më mirë kështu. Do kishte njerëz, situata ishte ndërlikuar dhe nusja nuk ndihej rehat. Nuk më tha drejt për drejt që nuk më donte, por fjalët e tij kishin atë kuptim. Dhe kjo dhëm më shumë. U ktheva në shtëpi dhe ula në shtrat. Shtëpia ishte e heshtur. Në mur ishte një fotografi e vjetër e tij kur ishte fëmijë me rrobat e para që ja kisha bler me kursime. E pash gjatë mendova, si erdhëm deri këtu? Ditën e dasmës u zgjova herët. Nuk kisha ftesë dhe as rroba për fest. Vesha një fustan të vjetër, të errët, një shall që e përdorja zakonisht kur dilja për punë të vogla. Nuk doja të bija në sy, doja vetëm të shihja. Vetëm një herë edhe sikur nga larg. Shkova te lokali ku bëhej dasma. Muzika dëgjojej që nga jashtë. Njerëzit hynin dhe dilnin të veshur bukur me dhurata në duar, duke qeshur. Unë qëndrova anash sikur po prisja dikë. Askush nuk më pyeti gjë. Askush nuk më pa. Kur hyra brenda mbajta kokën ulur. Ula në një cep pranë murit. Disa menduan se isha në një grua e varfër që kishte hyrë gabimisht. Disa më hodhën një sy të shpejt dhe vazhduan punën e tyre. Askush nuk më tha mirë se erdhe. Pastaj pash djalin tim, me kostum duke qeshur, duke u përqafuar me njerëz, duke u ndier shumë krenar. Nuk më pa, ose ndoshta më pa dhe bëri sikur jo. Nuk e di cila është më e keqja. Në një moment dikush më la një cop buke në tavolinë, dikush tjetër një gotë ujë. Aty e kuptova se si më shihnin, si lypse, dhe nuk reagova. Në atë moment nuk më interesonte se çfarë mendonin. Unë isha aty për një arsye tjetër. E pash kur hodhi vallen, kur qeshi me nusen, kur njerëzit duar trokitën, zemra ime ishte plot dhe bosh njëkohësisht. Krenare që ishte bërë burr, e thyer që nuk kishte vend për mua. Nuk qëndrova gjatë, u ngrita pa zhurmë dhe dola. Askush nuk më ndaloi, askush nuk më pyeti kush isha, dhe kjo më vrau më shumë se çdo fjalë e keqe që mund të më thoshin. Kur u ktheva në shtëpi, hoqa shallin dhe ula në errësirë. Nuk qava me një herë, qava më vonë. Qava për vitet që kisha dhënë gjithçka. Qava për një nënë që u bë e padukshme në ditën më të rëndësishme të djalit të saj. Sot nuk i mbaj natë, por as nuk haroj. Ka dhimbje që nuk bëjnë zhurmë, por të ndryshojmë përgjithmonë, dhe kjo ishte një prej tyre.